Po të dëgjoj shumë mirë, mos i më rak. Pa më pa. Se nuk pata askolta sfogoja. Dhe prap në syrin tim janë vetëm pjesa puzzle-i. Nuk është se kam një vizion komplet të gjës. Po shkoj me amëndje, po bazojmë të Se është fjallës. pjesa që ka dal jashtë. Edhe Jo të pjesa që mungojnë ka ato dal. pjesët e puzzle-it aty. Më mungon se mami dhe babi s'duan. Pse vazhduan që mos të donin. Pse ai më dërgoj lulet. Janë shumë gjëra që s'po më bëjnë sens. Se nga momenti që ai më ka dërguar lulet, unë s'kam bërë ndonjëherë në gjë tjetër, në një gabim tjetër. Ky thot ai mohabeti i Tirit edhe i Krisës, po me thënë atë që është, unë që arrita e thash pikërisht nga inati, sepse ata kishin gjithkohë që më thoshtin që Lori ti meriton një si Jozi, nuk e meriton një si Tiri. Derisa mua më i kuturi e thash, shko. Me meriton një si Tiri, jo si Jozi. Krisa ma bënte kështu që ti një djalë si Tiri e ndëron. Okej. Ti një djalë si Tiri e ndëron, meriton një djalë si Jozi. 1, 2, 3, 17, 20, 20, 70 herë më kanë thënë. Edhe më thoshte Krisa vetë këtë gjë, ma thoshte dhe Tiri në njerë këtë gjë. Që e përës që unë isha... Nga po më vim. Pikërisht ju, e gabova. Të këtëra kohë mbrapa s'do ta bëja 100%, por e kam bërë pikërisht në inati edhe për mos të ullur Jozin në të rast. Por janë mohabetet të thella, le të themi, që ai në këtë moment shkoj që as nuk do t'i dëgjoj, sepse kështu i leverdis në këtë moment. Si qa po mendon? Shiko, tu jemi një lojë. Po, nga në fillim ka menduar që edhe për ty ka shëndojë. Kjo situatë. Vërtet. Po. Okej, më këtë pjesa e pëlqimit, e kimis. Po, ka menduar se për faqë është lojë. Ola, rregullo mikrofonin. Po kur shoh, pastaj jo të mërzitur, jo të prekur, edhe kënga dje ishte një bum i madh, kupton? Nuk dua të lëndoj. Sidomos ty njerë. Se kjo ka qenë nga fillimi. Këtë fjali kam thënë, që nuk dua të lëndoj njeri ose të mërzitet njeri. Dhe vazhdoj asaj më shoj. Po, edhe reagimi i dje i joti me këngën e pash në fytyrë. Kupton që dhe të bëqefi, po dhe ishe mërzitur, kupton? Dhe nuk dua të lëndoj akoma më shumë.